për investimet të mëdha për ushtrin. Mos vallë ata dinin diçka, inteligjenca e tyre dinte diçka të cilën mediat apo opinioni publik nuk e kishte mësuar akoma. Mos vallë paralajmërohet një luftë e tretë botërore dhe data 22 qershor mund të jetë dita e parë e saj? Në fakt, për ta parë racionalisht situatën, lufta e tretë botërore ka nisur tashmë. Nuk besoj se do të ketë më shumë se kaq. Risjet janë të mëdha. Risjet janë qofse ne do të kemi konflikt ushtarak në Tajvan, bie fjala. Modeli që po japi, modeli që perëndimi po jep, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast, në një farë mënyrë justifikojnë atë që ka bërë Rusia në Ukrainë. Sepse Putini, kur u sugjerua fillimisht si negociator me disë palëve, foli qartësi për një operacion ushtarak të Izraelit kundër Iranit, që do thotë i dha të drejtën vetes për barazi me Izraelit, sepse dha i zyrtarisht, pavarësisht se perëndimi e cilëson një luftë të pa asnjë arsye, e cilëson një luftë që ka shkelur të ligjin ndërkombëtar të luftës, edhe në këtë rast ligji ndërkombëtar i luftës është shkelur me një motivacion që është vërtet i rëndësishëm. Në rast se Teherani do të kishte bombën bërthamore, sepse bombë bërthamore kanë një sër palësh, dhe sipas gjithë analizave shkencore, për të shkatruar botën, nuk duhet më shumë se 7 apo 8 apo diçka, një shifër modeste e këtyre bombave bërthamore. Të palët kanë nga 3.000, 7.000, shifrat janë abstrakte, nuk e di se janë sakta, po kanë jashtëzakonisht shumë. Kështu që bomba bërthamore nuk mund të përdore, se po u përdor, do sjellë reaksion zinxhir dhe do sjellë fundin e botës. Kjo gjë nuk besoj që do ta pranoj askush për ta realizuar. Në rastin e Iranit, bomba bërthamore, Irani është shtet që ka konsideruar gjithmonë të pavlefshëm Izraelin dhe ka thënë që ai duhet të zhduket nga faqja e dheut. Në këtë rast është e justifikuar përdorimi i mundshëm i bombës bërthamore kundrejt Izraelit. Por edhe këtu pastaj gjërat janë që duhet të diskutohen në nivel sa më profesional, sa më shkencor, sepse ka zëra që vërtet bomba ishte gati në përdorim. Edhe këto zëra thonë që ajo mund të jetë larguar. Ka të thonë që kjo mund të jetë një akuzë e pavërtet dhe mund të ndodhë si me Irakun, kurse në të vërtet Irani nuk po ndërtonte një bombë bërthamore. Ju si mendoni këtë dhe cilat ishin arsyet e Mossadit që nxitoi për të sulmuar? A e kishte informacionin e inteligjencës kaq të saktë? Besoj që të gjithë e dinë tashmë që shërbimet inteligjente izraeliane janë shërbimet më eficiente nga pikpamja e krahasimit ndërkombëtar. Por në këtë rast ne mund të sjellim deklaratat e Izraelit në OKB, në Këshillin e Sigurimit, kur her pas here diskutojnë që e ka gati, e ka për 2 javë gati, e ka për 6 muaj gati, dhe nga gjitha këto deklarata ne jemi këtu ku jemi dhe nuk kemi parë që të jetë gati. Ne mund kujtojmë për juve që po themi nevojat për centrale bërthamore, që janë edhe në Europë, për arsye ekonomike, janë krejt normale edhe për Iranin. Dhe në një deklarat para sulmit amerikan, ministri i jashtëm iranian, i cili ka një qëndrim tjetër sot pas sulmeve, tha që ne mund të riqemi nga përdorimi ushtarak dhe pasurimi i uranit, i uraniumit në nivel ushtarak, por ta përdorur atë vetëm për nevoja ekonomike. Por sot deklaratat e ministrit jashtëm janë të tjera, sepse sot situata ka precipituar. Dhe kur ka dhunë, është deklarata e Teheranit, nuk mund të ketë negociatë. Ndërkohë që palët europiane po flasin për negociata, cilat edhe sekretari i shtetit Rubin foli për negociata, palët janë në negociata, ne duhet të shpresojmë të gjithë, sepse rreziku pati një moment në gjithë analizat që unë kam lexuar pas sulmeve të fuqishme dhe eficiente të Izraelit kundër Iranit, duke ekzekutuar shkencëtarët që merren me këtë, duke ekzekutuar zinxhirin komandues dhe duke numëruar, po themi, goditjet e rralla të Teheranit kundrejt Izraelit, sikur kishte mbaruar gjithçka. U konsiderua që regjimi po bie dhe synimi ishte që të rrëzohej regjimi. Deklaratat zyrtare sot, dhe unë besoj që nuk janë rastësore, nga SBA, nga Shtëpia e Bardhë, ne nuk kemi synim të hedhim regjimin. Ne kemi synim të mos lejojmë Teheranit të përdor bombën bërthamore në nivel ushtarak. Base këto janë thjesht deklarata për të bërë demagogji, por fakt mbetet sulmi që kiçi mes natës që ra duke gdhir mëngjesi sotëm i kësaj të diele. Në fund, për ta mbyllur pasi koha po përfundon zoti Nura, unë do thoya që më tremni kur flisni për bombën bërthamore apo kur thoni që mjaftojnë vetëm 7 për të shkatruar globin, ndërkohë që vetëm deri tani në këto 10 ditë konflikt
mes Izraelit edhe Iranit kanë humbur jetën më shumë se 400 njerëz dhe janë plagosur 3.000 të tjerë. Pra, dëmi në jetë njerëzore do të jetë i pallogaritshëm, ndërkohë që liderët edhe qeverit edhe shtetet